mundën me bashkëpunu. Prandaj, edhe kushtetuta... Por a nuk shëndron në një farë formë ajo që e thonte mbrëm zotri Kurti? Pa jo, çfarë, jo, po shumica... Kurti tha që unë i kam tripozitat. Madje aty kishte edhe mashtrime. Tripozita i ka, po nuk do mi dhonë. Deri sot, deri bromi ka pas. Nuk e lëshon, thoni jo. Prona, se me pa dosh mi në shumë këme një janor, si ju në kryjë zedjet, kishë thonë e kishë marë për të zomë letë e kënë. Hadet mere me vesh, dojme u dhejqë bashkë, sikur si ka ndodhë me Isa Mustafa, me Ibrahim Rugova, Ibrahim Rugova e ka jep kryeministrin Ramush Haradinit me 7% atesë, nisi ka pas vajtë. Po edhe PDK-s, do më thonë, këta e një institucionalista, këta e një institucionalista, po ky zotria, ose do me marë krejt për shtetin, ose do me shkatru shtetin. Nuk bërë në shto. Duhet me bashkëpunu, duhet me komuniku bashkë, duhet me pas mirë besim ndë një tjetrit. Nuk do me thonë ti më morë me politike dhe më morë me rrenë, me dalavere, me to. Po duhet me pas i krimi integritet. Po këtu o problemi që ky zotëria, ky donë folë, ki pas që dele atje shkon në Bruxelles me këta takimit atje, kur dele dhe si një zoni. Kur vjen këtu thot, jo, s'kom pranu unë ato, s'kom pranu. Prandaj, duhet me pas, edhe ky njeri duhet me i krimi integritet. Edhe ndoj qytetarëve. Ky ka i nënshmon qytetarët e vetë. Ky, mas edhe vetë që ka thonë analfabet. 40% të analfabet janë. Prandaj, është problemi të ky. Prandaj, qytetari, kur tim votime, duhet me pas kujdes kur pja e votën, për shkak se shkatro shteti, ne pe i bindim botën, si nas qemi të aftë me udhe shtet. Që 16 muaj qeveria Kosovës ka dhonë përgjegjësi para parlamentit. A pet ka me shty që shtu ka me zhagit, ka me zvarrit si do atën, pse s'do mi dhonë kuj përgjegjësi? Nëse kjo i konvenon zotrit Kurti dhe partisë të cilën o udhëheq ai, pse opozita nuk e pengon? Pse opozita vazhdimisht? Opozita gjithmonë e ka sulmun kur ka pas mundësi ligjore, edhe këto i ka shfryzu maksimalisht. Unë parë mrami jëmë frigu, kur hyni kënë ato votime, edhe si duke ta okeja veç i ftoj simpatizantët e vetë, që me dollë... PDK-ja madje kishte përgatitur një kërkesë për gjykatën. Edhe me dollë, po kërkesë për gjykatën ashtu, po, okeja i ftoj që me dollë. Unë më dhe që bonë mirë që e pasë rezultatin e... Pekri që kjo do më honë, ajo si do atë kishme qenë, për që ta thash kesh i lumë, se nuk u shkel kushtetuta. Nuk u shkel kushtetuta.